Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Tërnava, ka shtruar iftar për udhëhecit e këshillave të Bashkisë Islame, administratën dhe në punësit fetar. Ky organizim tradicional u mbajt në medresen Alaudin në natën e betejës së Bedrit, në një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame. Në fjalën e tij, Muftiu Tërnava tha se Ramazani është muaj që bashkon besimtarët dhe sjell begati shpirtërore. Me këtë rast, ai falenderoi të gjithë të angazhuarit për punën e tyre në të mirë të besimtarëve dhe islamit. Po e shohim se gjithë Ramazani neve po na bashkon, po na lidh më shumë se herave të tjera. Ka se vetë natyra Ramazanit është e tillë, vetë mesazhi që del nga agjërimi dhe ky muaj i bekuar është i tillë. Rastësi në fenë tonë islame nuk ka asgjë. Andaj dhe për zgjedhja e këtij muaji nuk është i rastësishëm. Nga se Zoti Xheleshanhu e veçoi se në këtë muaj ndodhen ndodhi që nuk kanë ndodhur në për muajt e tjerë. Ai tha se nga kjo ngjarje historike mund të nxjerrin edhe mesazhe simbolike për qendresën dhe besimin. Por nëse dëshirojmë edhe ne këtu në Kosovë ta hedhim një paralele simbolike, pra po e përsëri simbolike, mes luftës së UÇK-s tek ne, nga se jemi në ditët e epopesë së UÇK-s, dhe luftës Bedrit, sigurisht edhe aty mund ta gjejmë veten paksa. Nisur nga parimi se luftën e Bedrit po e quaj ushtarët e Muhamedit alayhis salam në numër ishin pak, ndërsa armiku në numër ishte shumë më shumë. Ta ishin 315 sa ishin, ndërsa armiku i tyre ishte mbi 1000. Mirë, po kur është besimi, kur është devotshmëria, kur është guximi dhe drejtësia, atëherë zbret fuqia e Madhit Zot. Ky iftar i shtruar nga Muftiu Tërnava tash disa vite është duke u shndruar në iftar tradicional, ku përveç se bashkon të gjithë në tryezën e iftarit, Muftiu Tërnava vlerëson maksimalisht angazhimin e secilit në punës fetare. Liri me ju në çdo iftar.